Nëse me të vërtet dëshirojmë nesër me ushiru ummeti prej kësaj katrahure, nëse dëshirojmë na ummetin me ushiru prej kësaj katastrofe të madhe, prej kësaj plëgështie të madhe që i ka kaplu ummetin, do të mja nis prej vetës. Bota fillon të ndryshoj nga ne. Bota ndryshon atër ku ndryshojmë na. E Allah thot, inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e vetëve tyre. Ma bi anfusihim, shumë e thellë kjo. Atë që kanë vetvete, atë që është mbrëndi tona. Sa sinqerisht e duam Allahun, sa sinqerisht e adhurojmë Allahun, sa sinqerisht e kërkojmë fitoren, e kërkojmë dominancën, e kërkojmë zgjidhjen, e kërkojmë çlirimin. A mendon ju se ka mundësi dikush me çliru ummetin sot, derisa s'ka mundësi veten me çliru pe disa haramave të thjeshta, disa haramave shumë të vogla? Ai që s'ka mundësi me ul shikimin përballë haramit, telefon, kompjuter, tablet, apo ku e di se çka, mendoni se ky ka me çliru ummetin nesër? Si gjuna nuk shërohet ummeti. Prandaj pse jemi këtë gjendje, o hoxh, pse jemi këtë gjendje? Pyete veten, vallahi përgjigjen e ke te vetja. Aty e ke përgjigjen. Allah ka treguar në Kur'an. Ka thënë subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Nëse e ndihmoni Allahun, Allahu ju ndihmon juve. Si me ndihmu Allahun? Me ndihmu fenë Allahut. Me devotshmëri, feja Allahut ndihmohet me devotshmëri, me pastërti, me qiltërsi. Pastaj Allahu shikoni se çfarë garanton. O in udtum udna, i ktheheni Allahut, Allahu ju kthehet juve me fitore. I ktheheni Allahut me devotshmëri, me përmbushje të asaj që kërkohet për nesh nga ana e tij, Allahu ju kthehet juve me fitore, me autoritet, me fuqi. Po të mos ndodhte kjo në histori islame, do të dukej e pabesueshme për neve sot. Por ja që Allahu na ka treguar që një gjë e tillë realizohet përmes gjeneratës së artë, gjeneratës së sahabëve të nderuar, gjenerata e atyre që kanë qenë njerëz sikur se ne. Sahabët, unë gjithmonë e kam thënë, nuk kanë qenë jashtëtoksor, as nuk kanë qenë angjëllor, kanë qenë njerëzor. Po çka i ka dalluar ata prej nesh sot? Sinqeriteti. Ata çdo ditë janë mundu me shiru veten pe gjunave, pe mëkate, pe prangave të mëkatimit. Çdo ditë kanë punu me veten. Ata çdo sekond tjetër se kanë shfryzuar çysh mi dal Allahut nesër më mirë përpara. Sa më i formum, sa më i edukum, sa më i ngritur tek Allahu, jo tek njerëzit, tek Allahu, sa më i lavdrum tek Allahu, sa më i pasur tek Allahu, sa më i fuqishëm tek Allahu. Kjo ka qenë brenga sahabëve. Prandaj kur kanë shkuar disa sahabë dhe i ka fol dikush keq për dikant, cila ka qenë përgjigjja atyne, sikur se ka ndodhur me Abdullah ibn Mesudin, kanë ardhur kanë fol keq për filanin, na i hapim vesh katër i bëjmë, me ngut diçka, me marr vesh. Filani çfarë pas ka bën, çfarë gjunohu, çfarë gabimi. Runa zot dikush edhe mundet më u gëzu kur dikush gabon. E me përqesh, e me përgoju. Abdullah ibn Mesudi ja ka ndërprej fjalën, ka thënë nalu se hiç po më intereson. Qa që kam probleme të mija me vetën, qa që kam probleme me Abdullahun vetë, sa që s'kom komu marrë me problemet e tjera.